nderuar, assalamu alaikum. Njeriu natyrshëm e don jetën e kësaj bote. Ai vrapon në trajtime të ndryshme për të kërkuar një jetë të rehatshme. Lumturia është qëllimi kryesor i çdo njeriu. Njerëzit mundohen, përpiqen që të kenë një jetë cilësore. Ikin vazhdimisht nga çdo gjë që u sjell mirim, probleme dhe mundimin jetën e kësaj bote. Tek e fundit, këto janë dëshirat e njeriut. Ai vrapon, angazhohet, përpiqet, po sa ja del është çështje tjetër. Ndërsa në anën tjetër të nderuar vëllezër dhe motra, shohim që gjithë kjo përpjekje njerëzve, gjitha këto angazhime shpeshherë nuk korrelizohen me atë që njeriu kërkon. A thu valla është e mundshme në jetën e kësaj bote njeriu të jetë rahat? A mund të ketë rahati në dunjë? A është e mundshme që njeriu në këtë dunjë të jeton me shpirt të qetë? A është e mundshme njeriu të kënaqet këtu? Apo kjo jetë është e tillë, me mirime, me probleme, me telashe, ka të mundosh, ka të vrapon. Gëzohesh pak, pikëllohesh shumë. Kënaqesh pak, dëshpërohesh shumë. A është ky realiteti apo nuk është ky realiteti? Këto janë pyetje që kanë tentuar njerëzit me shekuj me dhënë përgjigje. Filozofi të ndryshme, shpjegime të ndryshme, analiza të shumta janë bën këtë drejtim. Por ja që edhe pas shumë shekujve ende debati është aktiv. Ku është burimi i kësaj përgjigje? Për neve si musliman, padyshim dihet adresa e kësaj përgjigje. Allah është krijuesi i çdo gjëje. Dhe ai është krijuesi i jetës. Ai është i gjithdijshmi, ai është i urti, ai është bujari. Andaj ai e din më së miri përgjigjen këtë pyetje. Ne duhet t'i kthehemi fjalës së Allahut të mënduar, për shikuar se si duhet ta udhëheqim jetën tonë. Jeta kërkon mjeshtri të ndëruar vëllezër dhe motra. Jeta kërkon një lloj aftësie për të gjendur brenda saj, për të orientuar ka duhet. Është një anije në dallgët e detit, që një marinar i zellshëm ja del përkundër përplasjes me dallgët e detit. Është si një aeroplan që një pilot i zellshëm përkundër turbulencave ja del që të ulet në aeroportin e kërkuar. Është e tillë si e ka kriju Allahu i mënduar. Si mund të kuptojmë jetën të ndëruar vëllezër dhe motra? Dhe a mund të shpresojmë për një zgjidhje që ka mundësi të ketë jetë e lumtur edhe jetë mirë? A mos vallë po jetojmë në imagjinata, a mos vallë po jetojmë në ëndra? Edhe kur kënaqemi, mendojmë se jemi të kënaqur. A kënaqemi në realisht apo na duket që po kënaqemi? Pyetje të shumta që kanë bën me jetën tonë. Të ndëruar, investimi më i rëndësishëm, angazhimi më i duhur, diskutimi më i nevojshëm është ai që ka të bëjë me jetën tonë. Nga se jeta është tëra që kemi. Brenda kësaj jete ne pastaj fitojmë të tjerat. Fitojmë pasurinë, shëndetin, adhurimin, gjitha tjerat janë brenda kësaj jete. Ata që nuk patën mundësi të vinë këtë jetë, ata edhe nuk ekzistuan fare. Prandaj të nderuar, dua të flas për jetën. Dua të flas për kuptimin e drejtë, si ta menaxhojmë jetën. Ta kuptojmë natyrën e kësaj jete. Si duhet realisht të gjendemi në dallgët e saj, si duhet ta kuptojmë këtë jetë. Çfarë duhet të presim nga kjo jetë? Pritshmëritë tona, dhe në çfarë niveli duhet të jenë për këtë dunjë. E përmenda që Allahu xhallahu ala është ai që na mëson më së miri se çka është jeta. Si e shpjegon Allahu xhallahu ala jetën në Kur'an? Ka shumë shpjegime, ka shumë ajete. Unë dua që të mjaftohen me disa pika lidhe me këtë çështje. Për të hapur rrugën të ndëruar, që të flas për një temë tjetër që do ta paralajmëroj në fund të këtij emisioni. Nëse lexojmë në Kur'an të ndëruar vëllezër dhe motra, do gjejmë se Allahu xhallahu ala përmend jetën si dhuratë. Ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju krijuam. Ne, Allahu xhallahu ala, i gjithfuqishmi, bujari, i gjithpushtetshmi, gjithçka është në dorën e tij, i gjithmëshirshmi, i gjithdijshmi, ai tha, unë ju krijova. Kur dikush me këto cilësi, me këtë madhështi, flet kështu, çka kupton ti? Kupton se ai të ka nderuar, kur të ka krijuar, e të ka sjellë në dunjë. Prandaj njeriu është i nderuar. Njeriu është i krijuar. Dhe Allahu i dha jetën dhuratë. Jeta është mirësia e Allahut xhallahu ala. Prandaj nga këtu nëse nisemi kuptojmë se jeta mund të jetë ndritshme, mund të jetë e këndshme, por nëse kuptohet si duhet, dhe nëse udhëheqet si duhet, dhe nëse menaxhohet si duhet. Prandaj edhe vetvrasja është nga krimet më të mëdha. Dhe vrasja e njeriut është nga krimet më të mëdha. Për faktin se
ti po e fik padrejtësisht dhe po e shkatërron padrejtësisht një dhuratë që Allahu xhallahu ala e dha në tokë. Jeta është kapital që me te fitojmë shumë, por edhe humbim shumë. Allahu betua në jetën e njeriut, respektivisht në kohën që është realisht jeta e tij. Wal asri, betohem në kohën. Innal insana lafi khusr. Fatkeqësisht njeriu është në humbje. Do të thonë, jetën ja kam dhënë, por fatkeqësisht shumë njerëz e humbin këtë jetë. Illa alladhina, këtu fillon tash kapitulli i shpresës. Po, është e vërtetë se shumë njerëz e humbin këtë kapital, dështojnë për të fituar shumë përmes këtij kapitali. Bankrotojnë, falimentojnë, por jo gjithë. Ka nga ata që fitojnë. Andaj ne dëshojmë të jemi nga ata që fitojnë. Nga ata që nuk janë të humbur, nuk janë të dështuar. Ne këtë dëshirojmë. Prandaj edhe bashkë do të udhtojmë në këtë seri të përbashkët. Allahu tha, njeriu është në humbje. Do të thotë, e humb jetën. Çka i bie ta humbësh jetën? Kur llogaritë se ke humbur? Ti humb kur? Kur jam ballavaçim me diçka. Një ekip ka humb për ballë një ekipi tjetër. Se një ekip luan vet, nuk mundot ka humb, as ka fitu, për shkak se s'ka pas ballavaçim. Një ushtri nuk mund të ka fitu dhe ka humb, për faktin se s'ka pas luftë, s'është ballavaçu. Andaj në ballavaçim, në përplasje, e këtu del pastaj në shesh. A ke fituar apo ke humbur? Do të jeta është një përplasje, është një varg betejësh, është një luftë që duhet t'ja dalim, që duhet fitojmë. Dhe mundësia ekziston, udhëzimet janë, rrethonat janë, mjetet janë, gjithat janë. Duhet t'jesh ti, ai që vendos, a do me fitu apo do me humb. Kjo është e tëra të ndëruar, vëllezër dhe motra. Ti vendos, a do me fitu, a do me humb. Duke filluar nga njohja reale e betejave, luftës dhe konceptit të duhur të fitores, çka i bie me fitu e çka i bie me humb. Andaj jeta është kapital, që ne brenda kësaj jete realisht kemi aktivitete të ndryshme. Vrapojmë, ecim, lëvizim, angazhohemi, përpjekemi mes shëndetit dhe smundjes, mes varfisë dhe pasurisë, mes kamjes dhe skamjes, mes situatave të këndshme të pakëndshme. Kjo është jeta. Megjithatë, me dy anët e saj është kapital. Mund fitosh edhe kur je shëndosh, edhe kur je smut. Po. Mund fitosh edhe kur ke edhe kur s'ke, mund fitosh. Nëse ndjek udhëzimet e krijuesit, i cili po të mëson se çka është jeta. Ai po të mëson se çka është jeta jote. Dhe është kapital që duhet shfrytzuar të nderuar vëllezër dhe motra. Si ta shfrytëzojmë dhe si të udhëheqim betejat që na presin tek kësaj bote, është pikërisht përpjekja jonë që në këtë seri të japim përgjigje të detajzuar që në fund ta kemi një hartë orientuese në jetën e kësaj bote se si duhet suksesshëm t'ja dalim. T'ja dalim, sikurse një nga shokët e pejgamberit alayhis salam, s'li vdiq një vdekje me të vërtetë shumë kënaqëre, shumë faqebardh, në një mision shumë të sinqert, shumë fisnik, e në fund tha, fuztu wa rabbil Kabe. Tha, ja dola pasha Zotin e Qabës. Duke vdek, tha, ja dola. Ku ja doli ai? Si ja doli? A do themi edhe ne, ja dolim pasha Zotin e Qabës. Shumë e rëndësishme të nderuar vëllezër dhe motra. Jeta krahas që është dhurat, është mirësi, jeta është kapital, jeta është edhe, po e vërtet është, jeta është edhe sprov. Nuk është mirim, nuk është vuajtje, është sprov. Pse po e them këtë? Nga se fatkeqësisht, sa themi jeta është sprov, njerëzit e kuptojnë si një sinonim i mirimit, i vuajtjes, i hjekave. Dhe këtu pastaj fillon ai keq kuptimi për Islamin, duke thënë se Islami e shiko, i mëson njerëzve se jeta është sprov, domethënë i mëson që duhet me hjek. E pa vërtet, e pa qëndrueshme. Madje shpifje. Allahu xhallahu ala kur na thotë se jeta është sprov, na mëson për realitetin që të përgatitemi e mos befasohemi. Që të përgatitemi e mos të humbim, e mos gjunjëzohemi, e mos të vajtojmë situata që tjerë vajtojnë. Po gjithmonë të jemi ballhapur, faqebardh e krenar dhe t'ja dalim. Andaj sprova nuk asocion absolutisht në asnjë situatë në mjerimin në vuajtje. Asocion në përgatitje, asocion në suqelsi, asocion në guxim dhe ballafaqim. Po, jeta është ballafaqim. Jeta është guxim.
Të guximshmit ja dalin, frikacakët ikin. Këta ja dalin. Për qenë bujar do të pas guxim. Për qenë bujar do të pas guxim. Për qenë besimtar do të pas guxim. Për të penduar do të pas guxim. E shumë të tjera. Për t'ja dalë duhet durim. Andaj në këtë aludon sprova. Jo në mjerimin e vuajtje. E Allahu xhallahu ala kur thot për sprovën çka thot? Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu që ka krijuar edhe vdekjen, edhe jetën, që t'ju sprovon se kush nga ju është me vepër mirë. Do sprova është një flak që dallon që përmes zjarrit dallon arin nga metalet që nuk vlejnë. Në sprova dalin shesh, fistikria, bujaria, qëndrueshmëria e shumë tjera që të flasin për to. Nëse pa to, jeta e njerëzve ndërtohet mbi pretendime, mbi ngënjeshtra e mashtrime, por ja që vinë sprovat e jetës dhe demaskojnë disa e përfaqësojnë disa të tjerë si duhet, tregojnë realisht kush janë. Është vërtet se është sprovë, në fusha ndryshme të jetës tonë, nëse Allahu xhallahu ala tha, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Do që sprovojmë gjithsesi në çka zot, me diçka nga frika. Jo tër frika, jo këtë frika që ekziston të hutet mbi ty, jo sonja del. Po bishej min al-khawf, me diçka nga frika, diçka një pjesë e frikës të bën hisën këtë dunjë. Një pjesë e urisë të bën hisën këtë dunjë. Min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Nganjëherë të mungon diçka nga pasuria. Nganjëherë të mungon dikush nga dashnit të tu, nga se vdes, të mungon diçka nga frutet e caktuara dhe mirësitë e caktuara të tokës. Do të thotë jeta që ka ajo që nuk mund të përmbush nga gjitha anët. Ta ofron një kënaqësi, ta ofron një lumturi që do të flasim, po megjithatë nuk mund të garanton përmbushje të plotë dhe të përjetshme. Ky është një lajmërim i rëndësishëm i Allahu xhallahu ala që prishmëritë tona nga kjo dunjë mos të tejkalojnë kapacitetin e saj nga se zhgënjehemi dhe shprohemi. Mirë, po Allah thotë do sprovoheni. E kur Allah thotë do sprovoheni të ndruar shikues, çka nuk kupton? Përgatituni. Mos u llastoni. Mos jetoni në ëndra, në imagjinata. Ase fatkeqësia shumë njerëzve që edhe vdekjen e dëshirojnë atëherë kur pritshmëritë e tyre nuk realizohen. I themi, gabimesh ke prit. Është dashur me njohë këtë realitet. Është dashur me u ballafaqu. Pra të nderuar, aq që mendon se dunjaja gjithmonë ka me përgdhel, gjithmonë mirë ka me shku punë. S'ka luftë në dunja. Nuk ka probleme në dunja. Nuk ka njerëz lik në dunja. Aq që kështu mendon se duhet dunjaja me funksionu. Dhe në çdo ballafaqe me situata të tilla, zhgënjie, dëshpërohet, nuk ja del. Sinqerisht nuk ja del. Ama e del ai cili nuk i kërkon të lashat. Jo problemet, nuk i kërkon besimtar, nuk i kërkon. Por nëse ballafaqohet me to, është i gatshëm gjithmonë. Pikërisht sikur na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La tatamannu liqa al-adu. Mos e dëshironi kurrë për plasën me armikun. Besimtar nuk e don luftën. Besimtar nuk e kërkon luftën. Mirë, për çfarë tha pejgamberi sa? Nuk e ndali këtu. Qase nuk ka këpun qefi. A e dëshiron ti apo nuk e dëshiron? Përkundër ti e dëshiron armiku. Hajt sulmon. Hajt rrezikon. E atëherë kur ndodh lufta tha, tregoni të qëndrueshëm. Do të përgatitet që të jenë qëndrueshëm. Jeta është betejë të ndëruar, vëllezër dhe motra. Jeta është shumë betejë. Në çdo ditë ballafaqohemi në betejë ndryshme. Por çfarë këto betejë? Për to do të flasim. Për betejat tona dhe për luftën e jetës që duhet t'ja dalim në fund. E të themi, duke na dalë shpirti, ja dola pasha Zotin e qabës. Ja dola vallahi. Pika e marrim këtë guxim, ku e marrim këtë përgëzim, që ja dolëm, edhe për këtë do të flasim. Andaj, jeta është provë. Mos prit që të përgdhel nga gjitha anët. Madje, sprova nuk ka vetëm në
pushën e gjërave të pakëndshme. Nuk ka vetëm mundim, nuk smundje, nuk ka vetëm varfëni. Jo. Çka është sprova? Dhe shëndeti është sprov. Edhe kur ke shëndetje është sprov. Edhe pasuria është sprov. Edhe pozita është sprov. Edhe aty janë betejat e caktuara. A do t'ja dalësh? Mos të presim se vetëm fukarat duhet të luftojnë me fukarallëkun e tyre për t'ja dalë. Jo. Edhe i pasuri do të me luftu me pasurinë e tij për t'ja dalë. Po, për t'ja dalë. Nga se mund të shem pasunia, mund të udhëheq epshi, e tjera probleme që sill disfata në betejën me pasurinë, disfata në betejën me pozitën. Po, edhe atje mund të dështosh, edhe atje mund të pësosh disfata. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra. Mos i thuni vetëm të smurve, dura, në sprovje, duhet m'ja dalë. Po është vërtet, i smuti duhet m'ja dalë. Po edhe i shnosh duhet m'ja dalë. Është vërtet se duhet m'ja dalë i varfri, po duhet m'ja dalë i pasuni. Duhet m'ja dalë ai që është pa pozit, pa ndikim, pa të ngjafshëm, duhet m'ja dalë. Po duhet m'ja dalë ai që ka pozit, e kështu me radhë. Të gjithë jemi në sprovë. Dhe kështu duhet ta kuptojmë këtë jetë të nderuar vëllezër dhe motra. Dhe e fundit, për jetën po flas. Jeta është një mundësi. Prandaj betejat janë shumë të rëndësishme. Nga se çdo humbje, çdo disfat në këto beteja në kupton pa mundësi të rikthimit në betejë edhe një herë. Nga se të presin betejat e reja. E humbja sjell dobësim. Humbja sjell zhgënim, ndërsa fitoria sjell inkurajim dhe sjell frymëzim e guxim. Andaj ne duhet në çdo betejë t'ia dalim që beteja e ardhshme të na gjenë më të fuqishëm, më të përmbledhur e më të guximshëm. Kështu që nuk kthehet. Kjo ditë sot nuk kthehet. Ajo e djeshme nuk kthehet. E ardhshmja që po vije, përgatitu, shfrytëzoje si duhet, nga se po shkoj nuk kthehet. Njerëzit, sikurse Allahu xhallahu të nderuar vëllezër dhe motra, i përshuan në Kur'an, do të kërkojnë me u kthy. Kur të shohin për masat e disfatës, ditën e gjykimit. Kur shohin se sa shumë kanë humbur, ditën e gjykimit. Çka do thonë? Rabbi rji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. O Zot, të lutem më kthe. Të lutem, edhe një mundësi o Zot. Më që një mundësi. Të lutem. Nga se tash e kuptova se duhet m'ja dal. Nuk ja pas na dal. Kom mendu se ja kom dal, po nuk ja pas na dal. E pas na kuptu gabim suksesin unë. E pas na kuptu gabim lumturinë unë. E pas na kuptu gabim unë fitoren. Gabim e pas na kuptu. Të lutem, tash e kuptova. Më kthe njëherë. Që kam më kthe, lyp edhe një shans. Përgjigja, kella. Asasi, s'ka mundësi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Është fjalë boshe që ai thot. E dim vetë që s'ka kthim mbrapa. E kemi paralelizuar se një mundësi është, një shans është. Prandaj kjo është jeta të nderuar vëllezër dhe motra. Një shans e madhe për të fituar shumë, dhe sikur që thash, një shans e madhe për të humbur shumë fatkeqësisht. Kështu që duhet vazhduar tutje me jetën, me shpjegimet e ardhshme, që të kuptojmë se për çfarë betejë po flasim. Për çfarë lufte? Ne jemi në paqe, ne dojmë rahati. E vërtetë është që ne këtë dojmë, por realiteti është komplet ndryshe. Ne duhet ta kuptojmë se në çfarë betejë duhet marrim pjesë. Cila është lufta jonë reale në jetën tonë? Dhe me çfarë njësi matëse mund ta përcjellim dhe vëzhgojmë rrjedhën e betejave që të vlerësojmë se a jemi duke humbur apo jemi duke fituar. Qofshim nga ata që fitojnë, pa përqindje të tillë të nderuar vëllezër dhe motra, duhet që jetën ta kuptojmë si duhet dhe ta orientojmë si duhet. E tjera që do të flasim për tonë takimin e ardhshëm. Zoti ju ruaj.